Djali e përzuri nga shtëpia, plaku po ngrinte në rrugë, kur e takoi dikë që i ndryshoi jetën. Fillimi i romanit dramatik. Një dita e rrëzoi krenarinë e një babai. Era e akullt hungërinte mes pallateve të vjetra, ndërsa një plak i mbledhur kruspull qëndronte në pragun e një dere të mbyllur me zhurmë. Emri i tij ishte Saliu, një burr dikur i fortë, punëtor, i respektuar në lagje, por tani me duar që i dridheshin dhe sytë mbushur me ujë. Duke i vogël, i thyer i pa zot të kuptonte çfarë kishte ndodhur. Pak qaste më parë, djali i tij i vetëm, Erioni, e kishte shtyr drejt daljes, duke i hedhur një thes me rrobat e tij të mbetura. Ik bab, ik se më shpife jetën me ankesat e tua. Nuk dua të kem më në shtëpi. Jam lodhur me ty. Kishte ulëritur ai, pa e ngritur as kokën nga telefoni. Saliu kishte tentuar të fliste, të sqaronte, të lutej. Por dera ishte mbyllur në fytyrë si grushti më i rënd që mund të merrte njeriu nga gjaku i tij. Tani ai qëndronte atje, pa një plan, pa një vend, pa një njeri të vetin. Dhe vetmja gjë që ndjente ishte ftohësia e brendshme. Ajo që nuk vinte nga dimri, por nga braktisja. Dy rrugët e errëta, natë e pamëshirshme. Saliu mori thasën në krah dhe u nis ngadalë drejt rrugës kryesore. Nuk dinte ku po shkonte. Nuk kishte asnjë qindar. Pensioni i vogël i tij merrej nga djali për të paguar faturat. Kjo ishte justifikimi i Erionit. Edhe pse e vërteta ishte se shumicën e parave i hidhte në bastet online dhe në jetën e natës. Saliu e dinte, por heshti gjithmonë. Dhe ai heshti e vrau. Lagja ishte e boshatisur atë natë. Qente ndacak kërkoni mes kazanëve, hapat e tij kërcisnin mbi akull, fryma e tij duke si mjegull. E kapi një dhimbje e fortë në gjoks. E njohu menjëherë, kishte pasur probleme zemre prej vitesh. Por asnjë ilaç, asnjë kujdes se djali nuk e kishte çuar asnjëherë te mjeku. Jo tani, jo këtu, përshpëriti ai duke u mbështetur te muri. Ul pak në një shkallë. Trupi i dridhej, krahët i mpiheshin dhe sytë u mjegulluan. Njerëzit që kaluan afër as nuk e pan. Askush nuk e ndihmoi. Askush nuk pyeti. Askush nuk e dinte kush ishte. Aty, mes asaj nate të egër, Saliu mendoi edhe diçka që nuk e kishte menduar kurrë në jetë. Ndoshta do të ishte më mirë të mos zgjohesha fare, por fati kishte plane të tjera. 3. Një makinë ngriti shpresën. Teksa ai rinte i mpir në shkallë, një makinë zezë luksoze ndaloi pak më tej. Pa një derë që u hap dhe një figurë gjatë doli jashtë. Hapat e tij ishin të shpejtë, vendimtar. O Zot, ç'është ky burr në mes të natës? Dëgjoi një zë mashkullor. Saliu ngriti kokën, por nuk pa qartë. Burri ju afrua me një shpejtësi që nuk pritej. Zotëri, po dridhesh, po ngrin. Çfarë kërkon këtu? Nuk pati përgjigje. Burri ul pranë tij, hoqi gjupin e vet dhe ja hodhi Saliut mbi shpatulla. Mos lëviz, të çoj menjëherë te mjeku. Një dorë fort e ngrohtë e ngriti nga toka, dhe Saliu në atë moment pa fytyrën e njeriu që e mbante. Ishte një fytyrë që e njihte, por nuk e besonte dot. Një djalë që dikur e kishte parë si fëmijë në lagjen e tyre të vjetër. Një djalë që ai vetë kishte ndihmuar dikur kur ishte jetim. Djalë që ishte larguar nga Shqipëria me lot në sy dhe me krahët bosh. Dhe që tani ishte bërë njeri i fuqishëm, i pasur, i respektuar. E quajtur Ardian Muça, pronar biznesesh, filantrop, njeri që kishte arritur lart nga hiçi. Dhe që nuk kishte harruar kur kush i kishte zgjatur dorën në fëmijëri. Mor xhaxhi Sali i jeti, tha Ardiani me zërin që ju drodh. Kush guxoi të linte kështu? Saliu donte të përgjigjej, por humbi ndjenjat. 4 herë spital, zbulohet e vërteta. Kur u zgjua, ishte në shtrat spitali. Infuzione, aparat oksigjeni, zhurmë monitorësh. Një infermiere i qëndronte pranë. Po zgjohet. Ardiani u ngrit menjëherë. Xhaxhi Sali, jam këtu. Mos u shqetëso. Plaku kapi dorën e tij. Pse më shpëtove? Se më ke shpëtuar ti kur isha i vogël. Saliu uli sy. Djali më përzuri. Nuk jam barë më, jam thjesht asgjë. Ardiani u ngrit në këmbë, fytyra i zmadhohej nga zemërimi. Ai do ta paguaj këtë. Betojmë për këtë. Por Saliu kapi dorën e tij. Mos u marrësh me të, është djali im, gjaku im. Gjaku nuk të jep të drejtë të jesh kafsh, tha Ardiani me një ton të thellë. Infermierja u kthye dhe u largua për t'i lënë pak privatësi. Ardiani u ul pranë shtratit. Do të dalësh nga këtu, dhe nuk kthehesh më në atë shtëpi, sepse ke një shtëpi tjetër tek unë. Saliu u trondit.
Jo, birz dua të bezdis. Jam plak. Nuk je bar, je njeri që meriton respekt. Unë nuk harroj. Dhe aty fillon kthesa e madhe e historisë. 5. E kaluara e dhimbshme lidh fate. Ardiani filloi t'i tregonte atë që Saliu nuk e dinte. Kur isha 12 vjeç, më rahnin djemt e lagjes çdo ditë. Isha i vogël, i dobët. Babai im kishte vdekur. Nëna ime punonte deri natën vonë. Saliu kujtoi diçka. Po, kishte një djalosh të tillë. Një fëmijë i qetë, i turpshëm që vinte te kioska e tij çdo pasdite. Ti më jepje bukë dhe më thoshe, mos u dorëzo kurrë. Dhe unë nuk u dorëzova kurrë. Saliu t'i u mbushën sytë me lot. Nuk e dija se do rriteshe kështu. Nuk janë parata ato që të bëjnë njeri. Është zemra. Pastaj u përkul dhe i tha, dhe ti ma dhe zemrën. Në atë çast dera u hap dhe hyri një mjek. Pacienti është më mirë, por do i duhet kujdesi vazhdueshëm, një vend i ngrohtë, qetësi, mjekim të rregullt. Ardiani ngriti kokën. Do t'i ketë të gjitha. Unë kujdesem për të. 6. Djali se dhe çfarë pret. Ndërkohë Erioni, djali që e kishte përzën Salin, as nuk e kishte iden se çfarë kishte ndodhur. Po pinte kafe me shokët në lokal, duke qeshur me zë të lartë. Atë plakun. E hoqa qafe, mo. Ishte bërë bezdi. Shokët qeshën. Por njëri prej tyre tha. Po ku do shkoj, mo? Ku të doj? Unë s'jam bamirësia. Ai nuk e dinte se brenda pak ditësh, gjithçka që kishte, çdo gjë që mendonte se kontrollonte do i shkonte përmbys. Dhe kjo, pikërisht për shkak të njeriut që kishte përzën. 7. Një propozim me plakun e LP fjalë. Pas 2 ditësh, Saliu doli nga spitali. Ardiani e priste me një makinë tjetër, këtë herë edhe më luksoze. Sot do të çoj në shtëpinë tënde të re. Shtëpinë time. Po, unë kam një vilë të madhe. Jetoj vetëm. Njerëzit e mi të besuar do kujdesen për ty. Do kesh dhomë të nden, asgjë do të mungoj. Saliu uli kokën. Nuk e meritoj këtë, bir. Ardiani e preku në shpatulla. Kur fëmijët harojnë prindërit, ndonjëherë Zoti dërgon një fëmijë tjetër. Në atë moment Saliu qau. Lot që nuk ishin të bënin me dhimbje, por me lehtësim. U nisën. Makina rëshiste në asfaltin e ftohtë, derisa arritën në një zonë të qetë rezidenciale. Vila ishte e madhe, moderne, me xhama, me ndriçim të ngrohtë. Saliu nuk kishte parë kur një shtëpi të tillë nga brenda. Kur hyri, një zonjë e moshuar që dukej si kujdestare ju afrua. Zoti Sali, mirë se vini. Kemi përgatitur dhomën tuaj. Ai u hutua. Dhoma ime. Ardiani buzëqeshi. E thash, tani ke një shtëpi. Dhe zemra e plakut u mbush me diçka që nuk e kishte ndier prej kohësh. Dinjitet. 8. Sekreti e ërdët unë Shqipërinë. Por në sfond kishte një sekret. Një të vërtet të fshehur prej vitesh që lidhi edhe më shumë fatet e tyre. Një sekret që Ardiani nuk e kishte guxuar t'i tregonte ende. Dhe që lidhej pikërisht me djalin e Saliut. Ai priste momentin e duhur. Dhe ai moment po vinte. Ditët e para në vilën e Ardianit ishin të çuditshme për Salin. E kishin vënë në një dhomë të madhe me dritare të gjera. Perde të bardha, një krevat të butë dhe një aromë që i kujtonte dhomat e hoteleve në filmat që kishte parë dikur në televizor. Në shërbim kishte gjithë një dik. Kujdestarja e moshuar, një vajzë rreth të 30-tave që sillte ilaçet, një djalë i ri që i sillte çajin çdo mëngjes. Saliu që ishte mësuar me jetën e thjeshtë, me apartamentin e vogël, me tiganin e djegur të mëngjesit, me kafen e lirë të lagjes. Tani ishte vënë në një botë që nuk e kuptonte plotësisht, por kishte diçka që ia mbushte zemrën. Nuk ishte më i padobishëm. Nuk ishte më një pleqësi e pa shpresë. Nuk ishte më bar. Ardiani e vizitonte shpesh. Jo si dikush që bën bamirësi, por si një njeri që e respekton, si dikush që i detyrohej dikujt. Dhe ngadalë, Saliu e ndjeu se po gjente diçka që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Ngrohtësi njerëzore. 2 telefonata duhej kur të bëhej. Një ditë, teksa po pinte çajin e mëngjesit në verandë, kujdestarja i tha: Zoti Ardian do vi sot më vonë. Ka një takim të rëndësishëm në qendër. Saliu miratoi me kokë, por në atë moment telefoni shtëpisë ra, dhe ai, pa menduar, shkoi ta ngrinte. Zëri nga ana tjetër e linjës ishte i njohur, i ashpër, i nervozuar. Babi, ku je? Ishte Erioni. Zemra e Salis u ngrit në fyt. Ai nuk foli. Babi të mora se më than komshinjt që s'je në shtëpi.
Ku je? Hajde! Saliu uli receptorin pa thënë asnjë fjalë. Syti ishin mbushur me lot. Kujtohet tani, mendoi. Tani që i duhet diçka. Sepse njihte djalin e tij. Erioni nuk telefononte kurrë pa arsye. Diçka duhej. 3. Erioni përzhytej rëfer. Ndërkohë në qytet, Erioni po përballej me katastrofën që vetë kishte shkaktuar. Borxhet e tij nga bastet ishin rritur. Kishte marrë para nga njerëz që nuk falnin. Kishte premtuar kthime që nuk ekzistonin. Kishte parë celularin e tij të mbushej me mesazhe kërcënuese. 2 burra e kishin ndjekur deri në hyrjen e pallatit një natë më parë. Na jep paratë deri të premten, ose do të na japësh diçka më të vlefshme. Ai e dinte çfarë nënkuptonte kjo. Dhe kur kërkoi në shtëpi portofolin e Salis, e gjeti bosh. Kur kërkoi në dollap hapësirë, e pa se s'kishte ndodhur. Saliu nuk ishte aty. Dhe për herë të parë, pas vite arrogancë, për herë të parë në jetën e tij, u friksua. E kërkoi te disa të afërm. Askush nuk e kishte parë. E pyeti komshin. Askush nuk i kishte thënë gjë. Filloi të ndjente panik. E mos qofsha vrar babën pa dashje, mendoi. Dhe atëherë u kujtua për një njeri, Ardian Muçën. Njeriun e pasur që e njihte babain dikur, por ai ende nuk e dinte se çfarë lidhje e kishin. Ende nuk e dinte se një stuhi e madhe po vinte drejt tij. 4. Sekreti i Ardiani përmbajte 5 shpine. Ardiani hyri në vila të pasdite, i lodhur nga takimet, por kur pa Saliun të shqetësuar, u ul pranë tij. Çka ndodhur, Xhaxhi? Atë mërziti kush? Plaku nguroi. Djali më mori në telefon. Ardiani ngrir. Dhe çfarë i the? Asgjë. Ardiani mori frymthell. Ndoshta është më mirë kështu. Ai të bëri keq dhe duhet të mësoj pasojat. Por Saliu e shikoi drejt në sy. Biru, unë jam plak. Mund të mos roj shumë. Nuk dua ta lë djalin e vetëm në rrugë. Ardiani uli sy. E dinte që duhej t'i tregonte sekretin. Ai mori karigen, ul përballë Salis dhe foli ngadalë. Duhet të dish diçka për djalin tënd dhe për mua. Saliu u step. Ardiani vazhdoi. Kur isha 14 vjeç, nëna ime u sëmur keq. Isha vetëm. Dhe më mori një familje e pasur në shtëpinë e tyre. Si punëtor, si shërbëtor, si djalë që bënte punët e rënda. Saliu kujtoi fjalë të vjetra të lagjes, një djalë që punonte te vila e pasanikëve. Po vazhdo, bir. Prindërit e asaj shtëpie ishin të ftohtë, të ashpër, por kishte një djalë atje. Një djalë të cilin unë rrita, i gatuaja, i laja rrobat, i mbaja në krah. Zëri i Aronit u dridh pak. E di kush ishte ai djalë? Saliu ngriu. Kush? Ardiani u ngrit në këmbë dhe tha. Ishte Erioni, djali yt. Saliut ju shua ngjyra e fytyrës. E çfarë? Prindërit e tij më përdorën, më keq trajtuan, më trajtuan si skllav. Ai më shante, më urrente, edhe pse ishte fëmijë. Më urrente sepse isha i varfër. Plaku deshi të fliste, por nuk mundi. Pastaj u largova. U largova me shpresën se kur nuk do kisha të bëja me atë familje. Por ti më trajtove si njeri. Ti më dhe buk. Ti më dhe fjalë ngrohtësie. Pastaj shtoj. Ndaj të mbaj pranë. Sepse ti e babai që nuk pata kurrë. Saliu nisi të dridhej. U përkul duke mbuluar fytyrën me duar. Zoti im, nuk e dija çfarë kam bërë. Nuk është faji yt. I tha Ardiani. Por Erioni është rritur me zemër të ftohtë. Plaku u ngrit ngadalë. Dhe tani ai është në rrugë pa asnjë njeri. Edhe pse nuk më meriton, ai është djali im. Ardiani mori frymthell. Atëherë duhet të përgatitesh. Sepse do vi dita që ai do të kërkoj. Dhe do të vi vetëm për interes. Saliu uli kokën. E di. 5. 2 burrat e shkelën derën e Erionit. Ndërkohë te Erioni, Feri po afronte. 2 burra të fuqishëm me tatuazhe dhe sy të errët. I hynë në apartament pa trokitur. Erdhën për parat. Erioni u përpoq të fliste. Do t'i kem javën tjetër, betohem. Nuk ka javë tjetër, tha njëri duke ja shtypur fytyrën në mur. Shiko, ke 2 zgjedhje. Parat ose shtëpinë. Ç'thua? Shtëpia është e babit. Atëherë jepem nama babit. Ose neve. Se nga sot është e jona. E shikoj apartamentin e tij. Mobiliet, televizorin, frigoriferin bosh, gjithçka që kishte trashëguar nga babai. Mos ju lutem, mos ma merrni shtëpinë.
Atëherë gjej paran, dhe lan të shtrirë në dy sheme. Erioni mendoi vetëm një njeri që mund ta ndihmonte. Vetëm një. Saliu. Por nuk e gjente dot. 6. Të trokasësh të kë një derë herë se meriton. Pas 3 ditësh kërkimi, Erioni më në fund mori vesh se jati ishte parë duke u futur në një makinë luksoze me një burr të pasur. Ardiani Muça pëshpëriti. Jo ai djali i fëmis. Ai e mbante mend. Sigurisht që e mbante. Ishte ai djali i varfër që e kishte poshtëruar me fjalë. I kishte hedhur ushqim. I kishte qeshur rrobave. Ishte tallur me të parat e gjithëve. Dhe tani ai djalë ishte njeriu më i fuqishëm në qytet. Dreq, mendoi. U nis drejt vilës së Ardianit me frikë, me panik, me një shpresë që nuk e meritonte. Dhe atje, përballë portës së hekurt, ai qëndroi duke u dridhur. Rojet I dolën përpara. Kam ardhur për baban tim. Kush jeni ju? Jam djali I Saliut. Ata e pan me përçmim, pastaj njëri hapi portën. Hyr. Erioni e dinte se çfarë priste nuk do ishte e lehtë. 7. Përballja e madhe, djali sfidoi vetëm veten. Ardiani ishte ulur në verandë me Salin kur roja e njoftoi. Zoti Ardian, ka ardhur dikush që pretendon se është djali I zotit Sali. Ardiani ngrir. Saliu t'i ra filxhani nga dora. Pak minuta më vonë, Erioni hyri brenda. Ishte I paqethur, I raskapitur, me sy të skuqur. Kur pa të atin, ja plasën lotët. Babi më fal, të lutem. Saliu u ngrit me vështirësi. Bir çdo këtu. Kam nevojë për ndihmë. Kam gabuar. Më fal, babi. Ardiani qëndroi I heshtur. Nuk e ndërpreu, por sytë e tij ishin të ftohtë. Erioni u hodh në gjunjë. Babi më duhet shtëpia. Ma morën. Kam borxhe. Do më vrasin. Të lutem. Zëri I tij dridhej. Më ndihmo. Je babi im. Saliu qau. Bir ti më përzure në rrugë. Më le të vdisja. Gabova. Jam idiot. Më fal. Të lutem. Jam gjaku yt. Pastaj ai u kthye me lot në sy nga Ardiani. Dhe ti. Të lutem. Të kujtohet kur ishim të vegjël. Ardiani u ngrit. Heshtja u bë rënd, gati e padurueshme. Pastaj tha. Po. Më kujtohet shumë mirë. Erioni ngriti kokën me shpresë. Ndoshta më fal sepse më quaj e plerë, I ndërpreu Ardiani. Sepse më hidhje ushqimin. Sepse më shkelje me këmbë. Sepse më trajtoje si qen. Sepse më lëndove nënën me fjale me sjellje. Erioni ngriti duart, duke u lutur. Kam qenë fëmijë. Nuk dija. Nuk je më fëmijë, I tha Ardiani. Zëri I tij ishte si qelik. Tani po vuan pasojat e veprimeve të tua. Saliu nisi të dridhej. Të lutem mos e humbni drejtësinë. Ju lutem. Ardiani pa plakun. Xhaxhi Sali, çdo vendim është juaj, por unë dua t'ju them një gjë para se të vendosni. Ai e shikoi drejt në sy Erionin dhe tha. Njerëzit që tradhtojnë prindërit e tyre nuk ndryshojnë lehtë. Pastaj I dha shpinën dhe u largua, duke e lënë përballjen mes një babai të thyer dhe një djali të dëshpëruar. 8. Babai I duhet tërë zgjedhjes së gjakut. Dëhër dinjitetit. Saliu ul pranë Erionit, I cili ende ishte në gjunjë. Bir, pse më bëre atë që më bëre? Erioni qau fort. Nuk e di, babi isha I verbër. Mendova veç për vete jam penduar. Penduar se ke humbur gjithçka? Jo, se humba ty. Saliu e dinte që e kishte pjesërisht gënjeshtër, por gjithashtu e dinte se ishte I vetmi njeri që kishte mbetur për Erionin. Dhe zemra e një babai nuk është kur guri. Do të ndihmoj, por jo si më parë. Erioni ngriti kokën. Do më japësh shtëpinë? Jo. Erioni mbeti I shtangur. Do të jap një shans, por duhet të punosh. Të ndryshosh. Të kërkosh falje jo me fjalë, por me vepra. Erioni u mundua të fliste, por nuk pati fjalë. Saliu vazhdoi. Dhe nëse guxon të më tradhtosh edhe një herë, ose të prekësh këtë shtëpi, nuk do të kem më djalë. Erioni uli kokën I turpëruar. Pranoi gjithçka që thua, por kur u largua nga shtëpia e Ardianit, një mendim I errët I erdhi në kokë. Ndoshta ka mënyrë të marr atë që dua pa punuar. Dhe aty fillon errësira e vërtetë. Netët e para në shtëpinë e Arionit qenë të qeta, por për atë Nikollën qenë të çuditshme. Kishte dekada që flejte vetëm në një dhomë të vogël prapa kishës së vjetër. Dhe tani papritur gjendej midis një shtëpie të ngrohtë, me zëra, me lëvizje, me dritë.
Arioni e vëzhgonte shpesh. Nuk e dinte pse, por kishte një ndjesi që ky plak ishte shumë më tepër se sa tregonte. Sjellja e tij ishte e butë, por syt kishin një thellësi të dhimbshme. Të ngjashme me njerëzit që kishin jetuar shumë e kishin humbur edhe më shumë. Një mëngjes, ndërsa Linda e shtronte tryezën, atë Nikola e pa dhe buzëqeshi. Të jesh e bekuar, bi, i tha me zë të ulët. Ajo u skuq. Mos më thërrisni, bi, më duket sikur nuk e meritoj. Plaku tunte kokën. Nuk është çështje merite. Fjalët dalin nga zemra, jo nga llogaritjet. Arioni e dëgjoi dhe buzëqeshi pa e vënë re askush. Kishte kohë që Linda nuk ndjente ngrohtësi të tilla nga askush. Dhe fakti që ky plak e shikonte me atë vështrim të qetë kishte filluar ta prekte. Por ndryshe nga Linda, Arioni kishte një kuriozitet të fortë. Kush ishte vërtet ky burr? Çfarë fshihej në të kaluarën e tij? Dhe pse ishte i aftë të ndante fjalë kaq të mençura, si njeri që kishte njohur shumë botë? Diçka nuk i bënte sens. Askush nuk fliste për të. Asnjë njeri nuk e kërkonte. Asnjë dokument nuk kishte me vete. Ishte si të kishte dal nga hiçi. Arioni vendosi t'i jepte kohë vetes për ta kuptuar. Kapitulli 2. Njollat e së shkuarës. Një pasditë shiu, kur qielli dukej si një perde e madhe grije tokës, atë Nikola ul në verandë, duke parë piklat që binin mbi dyshemen prej qeramike. Arioni doli pas tij me 2 gota çaji. Babai më ka lënë gjithë këtë, tha ai duke tundur kokën nga shtëpia e madhe. Por do jepja gjithçka për një bisedë të vetme me të. Atë Nikola e shikoi. Nganjëherë njerëzit largohen para se të arrijnë t'i duam siç duhet. Po faj s'ka askush. Vetëm koha që ecën më shpejt se ne. Arioni u ul pranë tij. Ju duket sikur i njihni më shumë njerëzit se sa i tregoni. Jeni rritur në këtë qytet. Plaku heshti. Syti lëvizën nga shiu në duart e veta. Duket sikur kërkonte fjalët. Jam rritur, por jo gjithmonë i përulur siç jam sot. Ç'do të thot kjo? Ai buzëqeshi me dhimbje. Do ta mësoni kur të vijë koha. Arionit nuk i pëlqeu ajo përgjigje. Dukej si premtim ose paralajmërim, por e la me kaq. Kapitulli 3. Djali që e përzuri. Ndërkohë djali i plakut, ai që e kishte përzën nga shtëpia, nisi të përballej me pasoja që nuk i kishte parashikuar. Ema, gruaja e Nikolës e ndier shumë vite më parë, kishte lënë një testament të vogël të pavlerë ekonomikisht, por me një peshë të jashtëzakonshme morale. Një kaset të vjetër me video. Një ditë pa pritur doli dikush nga fshati që e kishte ruajtur atë kaset dhe ja përcolli djalit. Brenda saj, gruaja fliste me një zë të lodhur, por të pastër. Nëse ndonjëherë gjen këtë kaset, duaj babain tënd. Është njeriu më i drejtë që takova në jetën time. Nëse ai gabon, e bën se zemra e tij është njerëzore. Mos e lër vetëm. Mos e lër në rrugë, si dikur e siç do ta pendohesh nesër. Djali i plakut e ndali videon. Duart i dridheshin. Ishte e pamundur. Nëna e tij e dinte. E nuhati. E parashikoi. Brenda gjoksit i dhemte diçka që nuk e njihte prej kohësh. Turp, mall, faj. Ai u ngrit në këmbë dhe vendosi të gjente të atin. Jo për mëshirë, jo për t'i falur ndonjë gjë, por sepse duhej ta kthente në shtëpi. Të paktën aq mund të bënte. Ai nuk e dinte se çfarë do gjente. Kapitulli 4. Të pathënat dalin në dritë. Një mbrëmje të ftohtë, atë Nikola ul në dhomën e vogël të miqve dhe i thiri Arionin dhe Lindën. Dua t'ju tregoj diçka, tha ai. Zëri i tij nuk ishte i butë si zakonisht. Ishte i rënd, i thellë, sikur vinte nga një kohë tjetër. Arioni ndaloi aty ku ishte. Linda ul pranë plakut. Dua t'ju tregoj pse unë isha në rruga të nadh. Pse djali im më përzuri. Ai mori frym thellë. Nuk isha gjithmonë njeri i fjalës. Dikur kam qenë tjetër njeri. Ambicioz. I ashpër. I fokusuar te paraja. Kam bërë gabime që nuk i justifikon as koha, as varfëria, as nevoja. Çfarë gabimesh? E pyeti Arioni. Atë Nikola uli kokën. Kam lënduar njerëz, veçanërisht djalin tim. E shtyja të bëhej dikush që ai nuk donte të ishte. Kur gruaja ime u sëmur, unë nuk isha pranë. E lash vetëm me djalin. Ai ma mblodhi zemrën me urrejtje, e me të drejtë. Linda ju afrua lehtë. Ju nuk dukeni si njeri i keq. Njeriu ndryshon, bi, por disa plagë nuk shërohen kur plotësisht. Atë ditë ai nuk më përzuri nga urrejtja. Ai thjesht më dorëzoi.
Nuk kishte më forcë të jetonte me një hije që i kujtonte çdo gabim të kaluarës. Në dhomë u bë qetësi, dhe prandaj s'kisha ku shkoja atë natë, mbylli rrëfimin plaku. Por Perëndia nuk e la një plak të ngrinte në rrugë, më solli juve. Arioni e dëgjoi si të kishte pranë një plak të hapur. Ai e kuptoi diçka. Ndonjëherë njerëzit nuk duhen gjykuar nga momenti kur i gjen, por nga historia që i ka sjell deri aty. Kapitulli 5. Dera që u hap papritur. Një mëngjes të ftohtë dimri, kur mbi qytet kishte ngric, dikush trokiti fort në portën e shtëpisë së Arionit. Arioni doli i pari. Linda nga pas. Kur hapi derën, pa një burr rreth të 50-tave, të lodhur me sy të skuqur nga pagjumësia. Po kërkoj babain tim, tha ai me një zë të dridhur. Arionit i ngrirën duart. Ai e dinte menjëherë kush ishte. Por kur atë Nikolla doli në prag, sytë e dy burrave u takuan si dy shpirtra që kishin dekada pa folur. Ishte një moment që dukej se koha ndaloi. Babi përshpëriti djali. Plaku nuk foli, vetëm i dridheshin buzët. Kam ardhur të kërkoj falje, vazhdoi djali. Kam qenë i verbër. Kam jetuar me një zemër që s'ka ditur të falë. Por tani jam lodhur duke të urryer. Jam lodhur duke jetuar me një boshllëk që vetëm ti e mbush. Ai u afrua një hap. Kthehu në shtëpi, bab. Të lutem. Linda mbajti frymën. Arioni uli kokën nga emocionet. Por atë Nikolla nuk lëvizi. Ai mori frymë thellë dhe tha fjalën që askush se priste. Biri im, unë nuk e dua shtëpinë tënde më, sepse tani kam një shtëpi tjetër. Dhe dy njerëz që mi hapi Zoti në rrugë kur askush tjetër se bëri. Djali mbeti pa fjalë. Unë s'kam asgjë kundër teje. Të fal prej kohësh, por nuk kthehem atje ku shpirti tim i mbyllet dera. Tani jam atje ku më buzëqesh jeta. Ai e preku krahun e djalit. Por nëse ti ke nevojë, unë jam gjithmonë babai yt. Sytë e djalit u mbushën me lot. Ishte një humbje dhe një falje në të njëjtin moment. Ai u largua ngadalë, i thyer por edhe i lehtësuar. Kapitulli 6. Fati që vjen pa trokitur. Kaluan disa muaj. Jeta u qetësua. Atë Nikolla u bë pjesë e shtëpisë. Linda nisi ta shihte si gjysh, Arioni si prind shpirtëror. Por një pasdite, ndërsa po endej në kopsht, plaku u rrëzua. Zëri i tij thirri Arionin dhe Lindën, të cilët vrapuan me njëherë. Jam mirë, tha ai, por fytyra e tij ishte bardhë si letra. Në spital, mjekët thanë se zemra e tij ishte e lodhur. Vitet, streset, dhimbjet, të gjitha e kishin ngërryer. Plaku i mbajti për dorë të dy. Më dëgjoni, nuk kam frikë nga vdekja. Kam pasur një jetë plot zigzage. Kam bërë gabime, por edhe jam përpjekur të bëhem më i mirë. Në fund më shpëtuat. Ju më dhat shtëpi, zemër, dinjitet. Lotët e Lindës rridhnin pa pushim. Mos flisni kështu, ju lutem. Bi, qeshi plaku. Unë jam plak. Nuk më trem fundi. Më trem vetëm të mos ju them dot të vërtetën. Arioni ju afrua. Cila të vërtet? Plaku mblodhi forcën e fundit. Unë nuk ju shpëtova juve atë natë. Ju më shpëtuat mua. Dhe për këtë do të lutem për ju që t'ju mbroj Zoti, edhe kur të mos jem këtu. Ai mori frymë lehtë. Tani më falni, po më thëret ajo që më mungon prej vitesh, gruaja ime. Dhe me buzëqeshjen më të qetë që pa ndonjëherë, ai u shua. Në heshtje, pa zhurmë, si njeri që ka mbyllur një kapitull të gjatë dhe të vështirë. Kapitulli 7. Fund që bëhet fillim. Arioni dhe Linda e varrosën plakun sipas dëshirës së tij. Pranë kishës së vjetër ku kishte kaluar një pjesë të jetës. Djali i tij mori pjesë në ceremoni, i thyer, i penduar, i vonuar. Pas varrimit, ai ju afrua Arionit. Nuk e di çfarë t'ju them faleminderit që i dhat babai tim ditët që unë nuk ja dhash. Arioni i vuri dorën në shpatull. E rëndësishme është që erdhe. Të paktën e dëgjove zemrën para fundit. Djali uli kokën. Do të doja ta njihja më shumë, por e humba kohën. Koha shkon, tha Linda. Por falja është e përjetshme. Vitet kaluan, por kujtimi i atë Nikollës nuk u largua kur nga shtëpia e Arionit. Në verandë mbeti karrigia e tij. Në mur një fotografi e vogël ku ai buzëqeshte. Në kopsht një pemull liri që ata e mbollën në kujtim të tij. Dhe sa herë që binte shi, Arioni dilte aty ku plaku ulej dikur dhe thoshte me vete. Njeriu nuk shpëton njeriu në atë moment kur duket, por në momentin që Zoti e sjell në rrugë. Kjo histori nuk kishte fund tragjik, sepse në fund një plak që u hodh në rrugë gjeti shtëpi. Një burr që ishte i vetëm gjeti baba. Një grua që ishte e thyer gjeti gjysh.
Dhe një djalë që gaboi gjeti falje.